kush po shtyn vendin drejt këtyre përplasjeve dhe çfarë roli luajnë SBA-ja, BE-ja në këto momente vendimtare edhe drejt për drejt përmes deklarimeve të tyre që ndonjëherë janë të qarta, ndonjëherë marrin interpretime nga analistët e politikës në vend. Kjo do të jetë ajo për çfarë do të diskutojmë me analistin politik zotin Selatin Redkoceri, që është drejt për drejt në kuadër këtij emisioni. Përshëndetje zoti Redkoceri. Përshëndetje. Kënaqësi që flasim bashk. Sot patëm një zhvillim në veriun e vendit, janë kryetarët e rinj që vinë nga lista serbe në 4 komunat veriore të Kosovës, që u betuan në prezencë të flamurit Kosovës dhe fotografisë së presidentes së vendit, sikurse kërkojnë ligjet e vendit. Çfarë ishin këto? Diçka për të tejkaluar këtë situatë, pra diçka për syje faqe për shkak të presionit ndërkombëtar, apo sinjali integrimit real në Republikën e Kosovës? Mirë është, për mua betimi sot në 4 komunat e veriut ishte një sinjal të pozitiv, sepse të 4 kryetarët që sot e dhanë betimin bashku me asamblejes, e dhanë betimin para simboleve të shtetit, gjë që është për të inkuraju dhe për të gëzu që më në fund lista serbe pranon Republikën e Kosovës. Mund të them në këtë rast se ende vetëvendosja asnjëherë apo Albin Kurti nuk e ka pranuar Republikën e Kosovës, derisa kryetarët e zgjedhur të listës serbe e pranojnë, sepse të japësh betimin sipas kushtetutës Republikës Kosovës, ta mbash flamurin e Republikës Kosovës pranë vendit apo në sallën ku bëhet betimi, edhe të jetë aty fotografia e presidentes, unë them se kjo është një pranim formal i Republikës Kosovës, gjë të cilën ende nuk e shohim te kryeministrin detyrë zoti Kurti, i cili në 50 seanca të cilat i mbajti për ta konstituu kuvendin e Republikës Kosovës, e mbajti përpara flamurin e shtetit, apo ne si i themi flamurin kombëtar të Shqipërisë, edhe pa e vendosur flamurin e Republikës Kosovës, shenjë që na identifikon para botës edhe para shteteve mike se Kosova është shtet i pavarur dhe i sovran në territorin e shpallur me 17 shkurt të vitit 2008. Themi se këto veprime sot në komunat veriore janë veprime pozitive dhe të mirë se ardhura për Kosovën edhe të ardhmen e saj euroatlantike. Qartë, do të shohim a do të mbajnë ata flamujt e Kosovës ajo, do të raportojmë për këtë gjë. Në fundit kemi edhe ish kryetarin e Zveçanit, zotin Peci, që tha se do të reagoj me njëherë nëse tenton të hiqen simbolet e Kosovës, të paktën në komunën ku ajo është asamblejist në Zveçan. Por, sa i përket zhvillimeve në vend, zoti Redkoceri, po duket që jemi në një fazë të tensionit në mes të partive politike, në mes të opinionit publik, por edhe reagimet e subjekteve, ambasadave konkretisht të akredituara në Kosovë. Në fakt, është ndërprer linja me zotin Redkoceri, po përpiqemi që ta realizojmë direkt edhe një herë këtë lidhje të drejt për drejt. Jemi live këtu në Radio Televizionin 21. Po tashmë zoti Redkoceri është direkt. Zoti Redkoceri, po pyesja se si po e shihni ju përgjithsisht vendin në këto ditë kur si duket janë ngrit shumë tensionet në mes të partive politike,
por edhe qytetarët bukur shumë të tensionuar për shkak të zhvillimeve në vend, dhe reagimet që vinë herë të qarta e herë me nevojë për interpretim edhe nga ambasadat e shteteve mike që janë në Kosovë. Si i kemi punt? Sigurisht pas vendimit të KQZ-s që të mos e certifikoj listën serbe, patëm shumë reagime të OSBE-s, të Bashkimit Evropian, ambasadave të Kuintit, duke fillu prej Britanisë Madhe, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Italisë dhe të gjitha ambasadat tjera e denuan këtë akt të pa precedent të Komisionit Qendror të zgjedhjeve, të cilët nuk e kanë detyrë apo obligim që të merren me identifikim apo klasifikim të organizatave politike si terroriste apo kriminale. Ata e bën njëjtin gabim për të tretën herë, e bën edhe me rastin e zgjedhjeve të përgjithshme në shkurtin e këtij viti, e bën edhe me rastin e zgjedhjeve lokale, por e bën edhe një herë, e përsëritin duke qenë vetëdijshëm, duke e ditë mirë që PZAP-ja do ta bëjë certifikimin, edhe këta vetëm bëjnë lojra politike. Menjëherë duhet patjetër ta përmendim rastin në Komitetin për Punë të Jashtme të Kongresit Amerikan, ku 3 kongresist ngritën dilemen në një temë e cila kishte të bënte me Ballkanin, rrugën drejt stabilitetit në Ballkan, ku kishte pyetje në drejtim të Kongresit se çka është duke ndodhur në të vërtetë me Albin Kurtin. Domethënë ata e dhanë përgjegjën thuajse unike, të dy ishin po, njëri prej tyre tha ma shumë po se jo, domethënë gjendja u identifikua apo u klasifikua se ekziston një problem serioz me kryeministrin Albin Kurti dhe me qeverinë e Republikës Kosovës. Se cila është e vërteta e këtyre deklarimeve, e pom me njëherë edhe me reagimet e shumëta të cilat erdhen nga subjekte tjera politike, por edhe nga shumë ekspert, analist dhe referus të njës të mirë të gjendjes në Ballkan, por edhe në skenën ndërkombëtare amerikane, dhe të gjithë thanë se vërtet këto reagime nga Kongresi Amerikan janë të jetë shqetësuese dhe e identifikojnë Albin Kurtin si një obstruksionist, edhe si një shembës i pavarësisë edhe të armës së Republikës Kosovës, e cila sigurisht më herët e kishte, po do ta ketë edhe sot inkuadrimin në Bashkimin Evropian, edhe të synoj të i bashkohet Aleancës Euroatlantike. Me këto gjëra, me këto që po i ndodhin Kosovës në këto momente, nga kryesisht nga partia e cila e ka uzurpuar, nga Albin Kurti i cili po e mban të uzurpuar gati për një vit, qeverinë e Republikës Kosovës, vërtet nuk priten ditë të mira për shtetin tonë. Andaj, kishim me thënë se të merren seriozisht këto reagime të OSBE-s, të gjitha ambasadave, zyrës së Bashkimit Evropian, Britanisë Madhe, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Italisë dhe të gjitha shteteve perëndimore, të cilat e krijuan shtetin e Kosovës, që të jemi shumë më të kujdesshëm me sjelljet tona, karshi Amerikës dhe aleatëve tonë, pa të cilët ne nuk mund të ekzistojmë. Ju po bëni apel që të respektohen vërejtjet e paralajmërimet e SBA-s, të BE-s, por apo i dëgjon politika jon, apo nuk po i dëgjon? Domethënë, retorika ne po shohim se ka po shkon e politikës dhe kësaj fushate në cilën jemi ndonë se është zyrtarisht fushat. Apo i dëgjon kush çka po thon amerikanët e evropianët? Po,
besoj që në heshtje partit ish opozitore e ndëgjojnë, por veprimet që ata i bën në KQZ, antarët e partive tjera të cilët janë në KQZ, ishin të gabuara. Ata nuk është dashur të abstenojnë, edhe nuk duhet të krijojnë frikë të parësishme se nëse lista serbe certifikohet, ajo do t'i dëmtoj. Tani më shqiptarët duhet ta kuptojnë se lista serbe është një parti që e përfaqëson shumicën e serbëve. Okej. Prap një shkëputje e linjës me zotin Ret Koceri. Do të provojmë edhe një herë të shohim nëse mund të kyqemi por të pasur thjesht në fundit një përmbyllje të fjalës ti, edhe duar natyrisht një pikpamje të tij për reflektimin që mund të ketë votuesi, qytetari votues i Republikës Kosovës në këto zgjedhje, nëse do të jetë i orientuar në bazë të bindjeve të veta politike apo në bazë të fushatës që po realizohet. Si duket kemi probleme pak me rrjetin ose në anën tonë ose në anën tuaj, nuk e di. Por si do të jetë ne mund të vazhdojmë. Po, doja t'ju pyesja, po nëse doni ju të vazhdoni mendimin tuaj aty ku e lat në rregull për një minutë. Po themi se partit tjera nuk duhet të bindën influencën apo ndikimet e partisë uzurpatore, konkretisht e Albin Kurtit, në mënyrë që edhe ata në një farë mënyrë po solidarizohen edhe për shkak të frikës se nesër në zgjedhjet e 28 dhjetorit do të kenë probleme dhe do të humbin vota nga qytetarët. Pse po i thonë uzurpator? Kjo duhet jetë e kaluar dhe është një pakicë e vogël e njerëzve të cilët mund të ndikohen edhe të quajnë partitë e luftës, sidomos Aleancën për Armërinë e Kosovës, edhe PDK, por edhe LDK se janë bashkëpunëtor të listës serbe. Absolutisht ata nuk janë bashkëpunëtor, bile e kemi pa disa herë edhe përgjimet që janë bërë të zonjës Mimoza Kusari, e cila ka bashkëpunu dhe ka koordinu gjitha punët me listën serbe, kështu që nuk duhet të binë në këtë influencë edhe të kenë frikën se nesër elektorati shqiptar nuk do t'i votoj këto parti për shkak se ata e kanë bërë një akt ligjor edhe e kanë votu, e kanë certifiku listën. Prandaj gjitha këto kjo është përsim. Okej. Kjo është nuk është në rregull nga ana e sidomos vetëvendosjes, e cila po ashpërson kohëve të fundit me eksponentet e saj gjuhen kundër partive tjera. Ky fillim i këtij ekspozimit të gjuhës të ashpër, e cila ka qenë në zgjedhjet e kaluara, është një paralajmërim ogurzi, i cili nuk do të kontribuoj stabilizimit edhe gjendjes më të mirë edhe në zgjedhjet të cilat po vinë. Për shembull, vetëm rasti i Sami Kurteshit, i cili thyen, shon të gjithë analistët, të gjitha gazetat, të gjitha televizionet, vërtet ishte një skandal i cili duhet dënuar edhe më e pakta që është dashur të bëhet presidentja apo kush e ka kompetencë duhet ta ketë shkarkuar Sami Kurteshin, i cili me atë gjuhë të një arrogante, të një rrugaçi sillet me mediat e Kosovës, por edhe me të gjithë opinionistët të cilët i fut në një pako edhe i qunë të gjithë vrasës me pagesë. Gjuhë e tillë vërtet nuk i kontribuon stabilitetit dhe frikohem se po na çon drejt një ashpërsimi në baza kombëtare